Të lidhemi në këtë moment për të analizuar me ish prokurorin, avokatin, zotin Besnik Muçi. Përshëndetje, zoti Muçi. Përshëndetje, faleminderit. Çfarë pasojë sjell ky ankimim? A e pezullon firmën e kryeministrit Rama për shkarkimin e Erion Veliajt? Shikoj se çështja është shumë e diskutueshme nga pamje kushtetuese dhe ligjore, por nëse unë ta them me një fjali të vetme, unë në vlerësimin tim ankimimi I bërë gjykatës kushtetuese duhet të pezullojë efektin e vendimit të Këshillit të Ministrave për shkarkimin e zotit Veliajt. Kjo është ajo që ky është mendimi im. Argumenti natyrisht është shumë I gjerë I kësaj çështje, por nëse mund të flasim për me një fjalë vetëm, ky do të jetë në gjykimin tim qëndrimi do të mbajë misionin shqiptar. Kjo pastaj kërkon një analizë thellësishme. Po, ju kuptoj. Ne kemi diskutuar para 3 muajsh në emisionin e zotit Ylli Rakipi, lidhur me çështjen e Veliajt, dhe unë kam parashikuar, kam thënë në mendimin tim që Këshilli I Ministrave, kryeministri do të përdorte për shkarkimin e zotit Veliajt në 62.c të ligjit për qeverisjen vendore, që ka të bëjë me mungesën për 3 muaj të pandërprerë në punë të zotit Veliajt, dhe jo paragrafin e parë ose të dytin e 62, që ka të bëjë me paragrafin e parë, që ka të bëjë me shkrimjen e rëndë të ligjit ose të kushtetues. Unë gjykoj që jemi ndodhur në këto kushte, pra në kushtet e 92 paragrafi 1 dhe 115 kushtetues, që parashikojnë shkarkimin e zgjedhjeve vendor për shkak të shkeljes së rëndë të ligjit, shkeljet e konstatuara deri tani ose procedimi penal në ngarkim zotit Veliajt në gjykimin tim ka plotësuar kushtin që kërkon kushtetuta dhe ligji për shkeljet e rënda të ligjit, pra proprio në fazën e dyshimit që jemi total në momentin e procesimit penal, me qëllim të shkarkuar zotin Veliajt me të bazë ligjore të kushtetuese. Ne kemi pasur dhe praktikë të mëparshme të Këshillit të Ministrave ka shkarkuar të zgjedhjet vendor vetëm në fazën e kallëzimit ose hetimit të çështjeve penale. Megjithatë kjo çështje ka kaluar tashmë dhe diskutimi është në momentin që a mund të ankimon kushtetuese vendimi I Këshillit të Ministrave së pari ky njëherë, dhe sa përmbajtje ka, sa materie ka ky ankim I zotit Veliajt në gjykatën kushtetuese. Cila është procedura? Në diskutimin që kemi bërë para pak kohë, por në diskutimin që kemi bërë para 3 muajsh, unë kam shprehur mendimin tim që gjykata kushtetuese bashkë me ankimin e zotit Veliajt duhet të shqyrton edhe kushtetutshmërinë e nenit 62 paragrafi 3 pra pika C të ligjit për qeverisjen vendore. Pra a mundet a është kjo dispozitë natyrë kushtetuese? Të njëjtën gjë po bën sot avokati zotit Veliajt, kanë kundërshtuar vendimin e Këshillit të Ministrave në gjykatën kushtetuese, duke kundërshtuar në thelb kushtetutshmërinë e 62.c të ligjit për qeverisjen vendore. Pra, a mundet a plotson kjo dispozitë kërkesën e kushtetues që në 115 që I zgjedhur vendor mund të shkarkohet vetëm për shkelje të rënda të ligjit të kushtetues. Kjo është çështje e diskutueshme. Por në gjykimin tim në fakt gjykata kushtetuese duhet së pari të pezullohet gjykimi, pezullohet efekti I vendimit të ministrave dhe të marrin shqyrtim në materie këtë çështje. Pra, legjitimoj zotin Veliajt si subjekt të ankuar në kushtetuese VKM dhe të shqyrtojnë në thelb nëse kjo dispozitë e ligjit për qeverisjen vendore është kushtetuese ose jo. Ky është thelbi I ankimit kushtetues që janë bërë avokatët e zotit Veliajt. Sa mund të zgjasë procedurë nga ana e gjykatës kushtetuese gjithë kjo gjë, zoti Muçi? Është një gjykim normal që gjykata kushtetuese zhvilloi sipas ligjit për gjykatën kushtetuese, gjykimi në këtë gjykatë zgjat për 3 muaj. Ky është afati që parashikon ligji, por në varësi natyrisht të ngarkesës mund të zgjati më shumë, sikurse aktualisht ka çështje zgjati më shumë se 3 muaj, por vlerësoj që kjo është çështje shumë e ndjeshme ligjore, kushtetuese dhe politike dhe publike, dhe vlerësoj që gjykata kushtetuese duhet të marrë guximin të shprehet sa më shpejt për ta zgjidhur çështjen njëri mirë nga pikpamja kushtetuese dhe ligjore shkarkimin e zotit Veliajt. Si gjykoni ju, zoti Muçi, ishte e domosdoshme të ndërmerrej ky hap nga ana e zotit Veliajt pra të shkojë në gjykatë kushtetuese dhe pse mendoni se ka vendosur ta bëj këtë hap pikërisht pas vendimit që mori zoti Rama, duke e kundërshtuar, po themi, hapur këtë gjë? Unë nuk mund të jap shpjegimin e pyetjes pjesë së dytë të pyetjes tuaj, pse e bëri veprim natyrisht. Nëse kjo pyetje ka për brenda dhe element natyrës juridike dhe natyrës politike, por a duhet ta bënte? Në vlerësimin tim si jurist, si avokat, unë gjykoj që duhet ta bënte. Ky është hapi I domosdoshëm I zotit Veliajt, duhet ta bënte nëse vazhdon të qëndrojë pretendimi që ka qëndruar tërkohën që ai nuk është pajisur në punë për shkaqe të pavarura nga vullneti I tij, pra për arsye objektive.
pavarësisht se neni 62.c kushtetues, po që nuk ka rëndësi nëse mos pajtë në punë për shkaqe objektive ose subjektive. Pra për sqaruar këto rrethane, zoti Veliaj duhet ta kishte bërë këtë dhe në gjykimin tim duhet ta kishte bërë këtë dhe bëri mirë që e bëri këtë kërkesë në gjykatën kushtetuese. Por dhe me të drejtë ai pretendon që ligji për pushtetin vendor, në thelb aq sa unë u njoha me kërkesën, te kalon parashikimet kushtetuese për shkaqjet, parashikon shkaqjet e shkarkimit të zgjedhjeve vendor që parashikon kushtetuta. Dhe me shumë të drejtë në gjykimin tim, kjo në ndodhi një rrethane të tillë, që gjykata kushtetuese duhet ta konstatoj, por ka një paradoks shumë interesant në fakt, sepse ne s'mund t'i marrim në fakt ne harrojmë shpejt në Shqipëri dhe themi në rastin kur e ndjem në kurrizin tonë, themi bëj si bëj unë, po mos bëj si bëj unë, domethënë. Ka qenë sepse Shqipëria ka pas rrethana shumë të tjera, rrethana të tjera të tilla të kësaj natyre që ligjvënësi shqiptar ka vepruar tej atyre të drejtave që i ka dhënë kushtetuta në fusha të caktuara. Zoti Veliaj pretendon që ligjvënësi me ligjin lokal ka tej kaluar të drejtat ose kompetencat që i ka dhënë kushtetuta në ligjin 115, por ne harrojmë dhe një plagë të rëndë që ka shteti shqiptar sot. Pra që do gjykojë zoti Veliaj, sistemi gjyqësor. Kushtetuta e Shqipërisë parashikonte që gjyqtarët janë të patundshëm në funksionin e tyre, nuk mund të në asnjë lloj arsye nuk mund të shkarkohen përveç atyre që parashikon kushtetuta dhe ligji, ndërkohë që ne bëm një ligj, bëm një superstrukturë ligjore të plotë, ndryshon me kushtetutë të ligje të tjera dhe shkatëruam sistemin gjyqësor Shqipërisë, pa një pushtet. Në këtë rast, nëpërmjet këtij veprimi, ndërhyet në pavarësi në autonominë pranë pushtetit vendor. Për një të shkarkimi në vlerësimin tim. Kështu që zoti Veliaj ka shumë drejt tani në gjykimin tim pretendon që ligjvënësi Parlamenti ka dalë tej kompetencave që ka në kushtetuta në këtë rast, por ka që pasur tjetër mendim ne kur bëhet fjalë ministrat e prokurorë që nuk ishte ai të ishin të tjerë, kur i atribuonin drejtën vetes që ndrynin në kushtetutë dhe në ligje, tej atyre që tej parimet themelore të funksionimit shtetit demokratik. Aktualisht që flasim, GKK po shqyrton dosjen Veliaj nëse do të kaloj për gjykim apo jo. Ju si e shikoni, a është një dosje e kompletuar? Kjo është një çështje shumë delikate që mund të shprehem aq sa njoh publikisht të çështje. Kjo është që të shprehesh, që të japësh përgjigje pyetjes suaj, natyrisht duhet ta njohësh me detaje dosjen dhe të japësh një mendim nga pamje profesionale nëse hetimet janë të plota ose jo, me qëllim për të dërguar çështjen për gjykim. Unë nga pamje procedurale mund të them, mund të shpjegoj dëgjuesve, shikuesve këtë që seanca paraprake ku është duke u shqyrtuar çështja e zotit Veliaj, shqyrton disa elemente besoj që kanë të bëjnë me hetimin. Pa shqyrton nëse ka pavlefshmëri dhe papërdorshmëri të provave, gjykon atë që ne i themi plotshmërinë e hetimeve, pra nëse hetimet janë të plota, lidhur me fakte penale që i atribuohen zotit Veliaj, dhe nëse gjykata konstaton që nuk ka asnjë nga ato të rrethana, e çon dosjen për gjykim, çështën për gjykim. Nëse konstaton aty që hetimet janë të plota, e kthen për hetim dosjen me qëllim për të plotësuar hetimet. Dhe kjo seancë është sekrete, pra aktet e dosjes si një vetëm avokatët dhe zoti Veliaj dhe prokurorët, kjo është seancë sekrete dhe unë kam të vështirë që të them që të jap një gjykim profesional shtërus nëse dosja duhet kaluar në gjykim ose jo. Por aq sa njohem fakt në media, aq sa njohem sa i bërë publike për dosjen, ka fakte dhe rrethana shumë të rëndësishme nga pamja penale, shumë të rënda nga pamja penale, që gjithë opinioni publik do dëshironte që to të sqaroheshin përfundimisht dhe nëse është personi përgjegjës të nënshkojë penalisht, nëse provohet të dyshimi krye këtyre veprave penale. Ndërkohë nga ana tjetër, kryeministri Rama deklaroi pas vendimit të qeverisë se është gati ose më saktë shpallje dhe të hapur garën për kreun e ri të Bashkisë së Tiranës. Çfarë do të thotë në këto raste kushtetuta? Si veprohet në të tilla raste? Po shiko, unë e thash në një intervistë tjetër. Kryeministri është kujdesur që në bazën ligjore për shkarkim në zotin Veliaj mos vendosi dispozitën e 115 kushtetutës, po vetëm në 62 të ligjit të kushtetit vendor. Dhe në këtë kushte, kjo është bërë me qëllim shumë të thjeshtë të qartë që të delegjitimohet zoti Veliaj në ankimin e tij gjykatës kushtetuese. Pra të mos ia dhënë mundësi zotit Veliaj që ai të kundërshtojë këtë akt të kryeministrave në gjykatën kushtetuese. Me ide gjykata kushtetuese nuk ta pranoi për shkak se nuk legjitimohet. Pra nëse nuk legjitimohet një subjekt ankimohet në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese nuk kryen thelbin të çështjes, materjes dhe procedurës së çështjes. Dhe në këto kushte, loja në fakt tani ta ngjelet në zyrën e presidentit të Republikës. Pra është presidenti i Republikës i cili duhet të bëjë një vlerësim të kësaj që ne që jemi duke diskutuar bashkë. Pra, paraprakisht, sepse presidenti i Republikës duhet që sapo shkojë dekreti brenda
2 ose 3 ditë deri e qartë do të mbajmë në mirë, do të dekretojë zgjedhje për Kushtetin Vendor. Ndërkohë që ne kemi tani një kërkesë në gjykatën kushtetuese, e cila sipas ligjit 115 kushtetues e pezullon efektet e vendimit të shkarkimit zot Veliaj, pra ai që do bëjë vlerësimin e parë është presidenti i Republikës. Është zyra e presidentit e Republikës si do vlerësojë nëse ndodhemi në kushtet për të pezulluar efektet e VKM-s për shkarkimin e zot Veliaj ose jo. Dhe kjo është një çështje shumë delikate juridike, dhe kjo është përgjigjja e parë institucionale që do marrë ky vendim i Këshillit të Ministrave për shkarkimin e zot Veliaj. Gjykoi që presidenti nuk duhet të dekretojë zgjedhje, duhet të presit shprehje diskutimi shumë i rëndësishëm që është mbi kushtetutën, që bën interventim fundimtar kushtetuesve, çështje që kanë kushtetuese, gjykata kushtetuese para se të shprehet, para se të dekretojë zgjedhje lokal. Dhe unë këtë mendim kam personalisht vetë. Dhe kam shprehur gjithmonë parime, edhe kur kam intervistat pas se ndodhte kjo që shkarkimi i zgjedhjeve vendor, shkarkimi sidomos, duhet të kalojë në filtrin kushtetues. Pra për të mbrojtur për autonominë e Kushtetit Vendor, duhet që çdo i shkarkuar sipas në 62 kushtetutës, në 25 kushtetut, në fakt Kushteti Vendor, duhet kalojë në filtrin kushtetues, qoftë nga pikpamja e përmbajtjes, pra e materjes, a ka shkel, qoftë e procedurës. Të njëjtin gjë thekson gjykata kushtetuese në çështjen e shkarkimit të ish-kryetarit të Bashkisë së Vallëvdekës në vitin 2021, ku thekson që është detyrim është e drejta e saj që të shqyrtojë shkarkimin e zgjedhjeve vendor, qoftë nga pikpamja e respektimit të procedurës, ka të bëjë me të drejtën e personit për të mbrojtur një proces administrativ, pasi procesi administrativ hyn në sferën e veprimit të një kushtetues, qoftë nga pikpamja e materjes. Pra, a ka vërtet shkelje të rënda të ligjit të kushtetues, të cilat do të justifikonin shkarkimin e një të zgjedhur Kushtetit Vendor nga Këshilli i Ministrave? Pra, ky akt i Këshillit të Ministrave, nga pikpamja administrative, ka një filtr gjyqësor që gjykata kushtetuese, që në gjykimin tim duhet ta kalojë. E kuptoj. Kam edhe një pyetje të fundit, zoti Moçi, në lidhje me një zhvillim të sotëm, pasi Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar pronat dhe llogaritë bankare të notere Sanja Talellari. Si e shikoni pikërisht këtë gjë, këtë fakt? Sepse bëhet fjalë për një pasuri mbi 3 milion euro. Tani po e dëgjoj se kam qenë duke punuar jam tër mëngjesin sot në zyrë, s'kam lëviz në zyrë, me të drejtë as lajme nuk kam parë tani, isha duke me marrë me një material tjetër, por kjo këto janë veprime procedurale normale. Në një hetimin e çështje, nëse unë vlerësoj që qoftë nëse gjykata që ka dhënë vendimin e sekuestros, qoftë mbështetur në ligjin antimafia ose edhe në sekuestro preventive, mbështetur si mas sigurimi të madh në kuadrin e kodit procedurës penale, duhet të ketë pasur prova të mjaftueshme, për të marrë një masë të tillë, e cila natyrisht është masë shumë e rëndësishme, qoftë nga pamja e procedurës penale, por qoftë nga pamja e cënimit të drejtave që i bën individi që është drejta e pronës. Por që nëse ka procedim penal dhe ka prova, ligji e ka zgjidhur të balans. Pra interesi i procedimit penal në momentin e hetimit prevalon ose mbizotron mbi interesin e pronës private nëse jemi në kushtet kur që parashikon ligji. E qartë. Faleminderit avokat që ishit me ne. Faleminderit ju.